Ngjarja e rëndë e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja tronditi opinionin publik, por në rrjetet sociale përveç dhimbjes dhe indinjatës u shfaq edhe një tjetër realitet, gjuha e urrejtjes. Shumë komenta u kthyen në justifikime për autorin, duke nxjerrë në pa një problem të thellë të shoqërisë moderne. Rrjetet sociale janë bërë fusha shfryrjes së tensioneve të përditshme. Mungesa e kontrollit dhe ndjenja e anonimatit i nxit njerëzit të shprehen pa filtra, sipas psikologut Fation Taipi. Shumë prej njerëzve që shprehin rrjetet sociale janë anonim edhe mendojnë që është një formë më e lehtë për të mos u identifikuar. Po në thelb është pak nëjësia, është stresi, është frustrimi që ato përjetojnë. Qëllimi i tyre është për me dëmtu, për me lëndu tjetrin, dhe asnjëherë vetëm për me shpreh vetin. Shiko edhe debatet televizive, shiko edhe jetën parlamentare, gjithmonë është një sulm për të dalë fitues, është një sulm për të mbyllur gojën tjetrit. Fjala është mjeti më i fortë i komunikimit njerëzor dhe kjo është e rëndësishme të kuptohet edhe në shoqërinë tonë. Kushdo që bën një komunikim, qoftë rrjetet sociale, qoftë në platforma të tjera, po edhe në jetën e përditshme, e rëndësishme është që të jepet një mesazh kuptimor, një mesazh i cili i shërben për të mirën dhe për zhvillimin qoftë individit që kena përballë, po qoftë edhe vetë individit që shprehet. Ekspertët e medias dhe organizatat që mbrojnë të drejtat e njerëzit kanë bërë thirrje për vetëpërmbajtje në rrjet, sidomos në raste tragjike. Edhe vetë rrjetet sociale kanë mekanizma për raportimin e komendave të dhunshme, por ndërgjegjësimi mbetet ende i ulët.